ndikimi i saj unë mbrëm jam kthy nga diaspora dhe atje duket ka një mbështetje pa diskutueshme, domethënë ka një mbështetje shoh edhe në rrjetet sociale dhe në takimet që domethënë shihet se ka një mbështetje. Tani se sa do të mund të vinë ata, domethënë është çështje tjetër. Ajo që dua të them unë është se në qoftë se zgjedh do mbahen fillim qershorit një pjesë shumë e madhe e diasporës, pra në përqindje bukur të madhe që janë votues të lëvizjes vetëvendosje, domethënë nuk e kanë mundësinë të vinë. Vinë një pjesë që janë militantë, që do të paguhen bileta, ku diun se çka, po jo shumë ato. Vinë një pjesë, domethënë sepse do ta mobilizoj Vjosa, do të provoj kësaj radhe, edhe LDK-ja ta mobilizoj aq sa ka sa do pak, dhe kjo pastaj do të mund t'i prish. Pra unë pres që Partia Demokratike do të hyjë në koalicion me nismën e Fatmir Limës dhe këta sigurisht do t'i kenë rreth 24-5% dhe LDK-ja me Vjosa Osmanin ndoshta mund të hyjë edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pastaj do të mund t'i prishin matematikat e lëvizjes vetëvendosje. Kjo nëse se nuk ndodh në verë, nëse se në verë, në korrik, ndodhin zgjedhjet, janë të paparashikueshme për shkak se diaspora sipas asaj që ju e thoni, asaj që unë e kuptoj, bie që vota do të ndryshojë më shumë në diasporë, sa i përket mbështetjes për lëvizjen vetëvendosje dhe në anën tjetër për Vjosa Osmani me këtë që i bashkohet. Po, unë ndryshimin unë e shoh në diasporë. Edhe 51% që nuk është vote qytetarëve që jetojnë në Kosovë, janë vote qytetarëve që jetojnë në diasporë.